إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahun e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë për Allahu subhanahu wa ta'ala që të na mbron për veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Do të ndërshëm e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na jep sinqeritet në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të kapemi për Kur'anin edhe për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dëmballët deri në momentin e fundit, deri në vdekje. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na bashkon në xhenet ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend. Sot me lejen e Allahut, inshallah, do të flasim. Tema jon është inshallah xhehenemi dhe si të shpëtojmë prej zjarmit të xhehenemit. Në këtë temë do të përmendem disa çështje që janë kryesore. Para është çka është xhehenemi, e dyta është pse Allahu subhanahu wa taala krijoi xhehenemin, e treta është çfarë cilësie ka xhehenemi, e katërta është banorët e xhehenemit, kush do të jenë banorët e xhehenemit, edhe pesta është si të shpëtojmë prej zjarmit të xhehenemit. Pra xhehenemi është vendi që Allahu e ka përgatitur për pabesimtarë, për qafira, të cilët e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, të cilët nuk i besojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Duhet të dimë vëllezër se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju xhenetin derajat. Do të thonë shkallë. Ka kriju, do të thonë me drejtë, me grada të larta. Allahu subhanahu wa ta'ala ka kriju xhenetin, ndërsa xhehenemin i ashtu e ka kriju me derekat, do të thonë shkallëzim për të poshtë. Sigur që ka xheneti emra, edhe xhehenemi i ka. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e ka quajtur me disa emra xhehenemin në Kur'an. Pa për emrat e xhehenemit është al-hawiya. Se Allahu në Kur'an fa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiya. Ati që i pakohet, do të thonë peshorja, ai do futet në hawiya. Wa ma adraka ma hiya, ku e din ti se çka është hawiya? Narun hamiya, është një zjarr që digjet fort. Gjithashtu për emrave të xhehenemit është el-hutama. Thot Allahu në Kur'an, kalla la yunbadhanna fil hutama. Thot, jo, do ta hudhim atë në hutama. Gjithashtu Allahu e ka quajtur xhehenemin ladha. Kalla innaha ladha nazza'atun lish-shawa. Xhehenemi është ladha.
ai xhenem që quhet ledha në zatën e shava, domethënë e hjek mishin edhe lëkurën prej ashtit. I djeg edhe i shkatron edhe e copton mishin edhe lëkurën edhe ngel vetëm se ashti. Prandaj Allahu subhanahu wa taala përsëri jo përsërit lëkurat xhenemlive. Gjithashtu prej emrave të xhenemit është Saqar. Xhenemi që quhet Saqar. Qoftë Allahu në Kur'an, ma salakakum fi Saqar. Çfarë puni ju në Saqar? Qalu lam naku bil musallin, kanë thonë nuk ishim gatireve që falen. Gjithashtu për emrave të xhenemit Ghayl, edhe Wayl, edhe Jahim. Allahu subhanahu shpesh në Kur'an thot fawailun lil musallin, wailun li kulli humazatin lumazah, wailun lil mutaffifin. Mjet për ata që marsin edhe të peshon. E dita që vëllezër është që duhet ta dim se ai i cili do të futet në xhenem as nuk do të vdes e që të pushon e as nuk do të jeton. Pra nuk ka as jetë as vdekje. Ata xhenemlit do ta dëshirojnë vdekje. Do të dëshirojnë që të vdesin, mirë po nuk ka as jetë as vdekje. Thotë Allahu në Kur'an, thumma la yamutu fiha wala yahya. E ati në xhenem as nuk do të vdesin, as nuk do të jetojnë. Pra ata xhenemit kanë kërkuar vdekjen. Vdekja që në këtë botë është tragedia më e madhe kur vdes dikush, ndërsa xhenemit dëshirojnë që të shkatrohen, që të vdesin. Kanë kërkuar prej Allahut që Allahu t'ja merr shpirtra. Mirë po nuk do të vdesin. Thotë Allahu në Kur'an, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Do të thënë xhenemit, do të thënë Maliku, që është që kujdeset për zjarrin e xhenemit, kanë më thonë o Malik, lutë Allahun që Allahu na shkatron, që të vdesim, që të na merr shpirtrat. Maliku thot, ja thot, ju do të qëndroni. Thot Ibn Kathiri, duke komentuar këtë ajet, mas 1000 vjetëve, Maliku ju përgjigje. Kalla innakum makithun, ju do të qëndroni. Do thot 1000 vjetë presin ata përgjigje, mas 1000 vjetëve ato kur ta shohin çfarë përgjigje, kanë thonë jo thot, ju thot do të qëndroni në zjarrin të xhenemit. Se Allahu subhanahu wa taala e krijoi xhenemin. Foku i parë është vëzër se pa tjetër me pas xhenem që mos të shkon zullumqari pa hakmarr. Kriminali mos të shkon tek Allahu edhe pa hakmarr. Pa xhenemi është vendi ku Allahu do të hakmire. Për qafirat për kriminal. Dhe atje Allahu subhanahu wa taala do të gjykon drejt. Po të Allahu Kur'an وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Do t'i vendosim peshorët e drejta. Do vendosim peshorën e drejtë ditën e gjykimit. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Edhe asnjë nefs, asnjë njeriu nuk do bëhet padrejti. Çdo njonit do t'i kthehet e drejta. Musa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith, do të vjen në ditën e gjykimit i mbituri, që kanë mbit në dënjo, do ta kap për dorë vrasësin, ndërsa krijen do ta ketë në dorën tjetër, edhe do ta sjell te arshi i Allahut, tek Allahu, edhe do i thotë, o Allah, pyet tek pse më vur shpirtin? Pse më vrau? Allahu do ta pyetë, pse e vrau filonin? Me çfarë arsye? Po e vrau thot, për të qenë krenaria e dikujt tjetër për vështirë. Allahu do të thotë, ta'iste, qofsh i shkatruar. Qofsh i shkatruar. Këtë hadith e transmeton Tabarani, transmetuesit janë të vërtetë. Shkaku tjetër vëllezër, sepse Allahu subhanahu wa taala e krijoi xhenemin është që të shërohet zemrat e besimtarëve. Zemrat e besimtarëve në gjykimit, sepse në këtë botë shohin padrejtësina të mëdha. Pra kryetarë të cilët bëjnë zullum, të cilët vrasin njerëz, të cilët zullumqar, bëjnë padrejtësina të mëdha, e në ditën e gjykimit besimtarëve
do t'ju shërohet gjoksi kur t'i shohin ata njerëzit që janë mbajt lart në këtë botë, do të jenë të nënçmuar për Allah subhanahu wa taala. Në atë ditë besimtarët do të tallen me pabesimtarët, me kriminalët, me zullumqtarët. Thotë Allah në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Thot ata kriminalët u taleshin me besimtarë në dënjë. Nuk ka përseshin e musliman, u eshin hajgarë, qeshnin. Ndërsa në ditën e gjykimit, të talën besimtarë të Allahu, a'udhu billahi minash rajim. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. E sot besimtarët do të talën me pabesimtarët, me qafirat, të talën. Pra në atë ditë besimtarët gëzohet kur ta shef kriminalin, atë që është bajt me ndjemadh, Allah për do të rinjallën sa kurse një grimcë atomit në formë të njerëzve. Me ndjenjët do të rinjallën sa kurse një grimcë atomit, të gjithë njerëzit do të shkelën, do të jenë të nënçmuar. Pra është ne mërzitëm, brengostë, kur shohim muslimanë në Palestinë, në Irak, të vrarë, të prerë, të dhënuar. Mirë po, kur të bëhet dia gjykimit, besimtarët do të gëzohen. Çështja tjetër vëllazër, pse Allahu subhanahu wa taala e krijoi xhenetin, është se ajo që e nxit njeriu për të vërë vepra të mira janë tre gjëra. E para është vëllazër njoftja e Allahut subhanahu wa taala. Me njoft Allahun, me njoft cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dikush e adhon Allahun duke e dashur Allahun subhanahu wa taala, duke e njoft cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. E kjo është drejja më e lartë. Kështu ka qenë pra adhurimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberëve. Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Allah t'i ka falë mëkatet. Ti nuk do të jesh në xhenem, do të jesh shumë po bën ibadet. Ka Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan shakura, a mos jem rob falëndërues. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka adhuru Allahun, dhe ka falëndëruar Allahun subhanahu wa taala. Disa njerëz nxiten kur ti tregojsh për xhenetin, kur ti kallëzosh për hyrit, për lumet, për të mirat e xhenetit kur ti folesh, ai fillon aktivizohet dhe bën punë të mira. Thotë Allah në Kur'an: Inna lil muttaqina mafaza. Me të vërtet të devotshmit do të shpëtojnë, do të kenë sukses të madh. Hadaiqa wa a'naba. Ata do të kenë në xhenet kopshte dhe rush. Wa kawa'iba atraba. Do të kenë vajza beqare të reja, hyri si mëdha në xhenet. Wa ka'san dihaqa. Do të kenë gota me pije me aromë të shisht. Pra dikush kur ndëgjon këta, fillon të vepron fort mirë. Dënjonit nuk i bën dobi edhe kjo. Gjëja e tretë është, dikush ka nevojë për të trishtu me xhehenem, për të frigu me xhehenem. Pra e treta është, disa njerëz nuk i bën dobi, por nëse kur të thosh se në xhehenem ka kështu, ata që nuk bëjnë namaz, kështu të dënohen, ata që nuk i ngojnë urat e Allahut, kështu kanë dënu, edhe ai fillon edhe aktivizohet dhe punon vepra të mira. Çfarë cilësie vëllezër ka xhenemi? Si është xhenemi? Njerëzit vëllezër në gjykimit kur do të ringjallen para Allahu subhanahu wa taala, i thënë dita e mahsherit. Dielli do të vjen një pllon për një kokë, edhe atëherë do të thonë njerëzit 50.000 vjet kanë prit të raskapitur, të lodh, të mërzitur në djersa, të thonë ma mirë më ardh xhenemi e të futëm në xhenem sa jemi në këtë gjendje, në këtë hall. Pastaj vjen o vëllezër Allahu subhanahu wa taala për gjykuar edhe vjen xhenemi. Xhenemi i ka 70.000 dorza, në çdo dorz ka 70.000 meleke e bartin xhenemi. Thotë Allah në Kur'an, a'udhu billahi minash rajim,
وجاء ربك والملك صفا صفا. Do të vjen Zoti yt, ndërsa melekët janë të rreshtuara radhë. وجيء يومئذ بجهنم. Në atë ditë do të vjen Gjehennemi. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Në atë ditë do të kujtohet njeriu, do të vjen dëmen, mirë po atëherë është shumë pa. Do të vjen Gjehennemi, kur të vjen Gjehennemi, të gjithë njerëzit kur të ta shohin, do të gjynjëzohen në një gjë. Wa tara al-umma jath. Në atë ditë e shef të gjithë umetin i gjynjëzuar. Është një sure quhet sure Gjathje. Gjynjëzimi, pra të gjithë njerëzit kanë lëshu komët kur ta shohin zjarrin e xhenemit. Nuk i bojnë komët, do të gjynjëzohen. Pastaj ka thonë pejgamberi sa në një hadith, do të del një qaf, unuq. Ka dy sy edhe ka një gjuhë. Edhe do të flet. Do t'ju kërcënohet njerëzive në mahshar që janë, ai prin xhenem del, edhe ju kërcënohet. Thot, ukiltu bi kulli jabbarin anid. Unë thot, kam për ta dënu çdo xhabbar, kriminal, zullumqar, inatçor. Wa biman ja'ala ma Allahu ilahan akhar. Do të dënoj atë që i ka shoqëruar Allahut në ibadet në një zot tjetër. Wa bil musawwirin, kam i dënu ata që janë piktorë. Edhe ata që janë piktorë. Pra kështu do t'i kërcënohet ajo qafa, të kërcënohet në xhenem lidhë. Pra 7.000 meleke, 7.000 dorza, 7.000, çdo dorz ka 7.000 meleke e barthin zjarrin e xhenemit. Çka do të jetë? Çfarë lëndë do të ketë në xhenem? Pra lëndë tjekë se në xhenem janë njerëzit edhe burrat. Kur thot Allah në Kur'an, fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal-hijara, frigojeni zjarrin që lëndë tjekë sot janë njerëzit edhe burrat. Sa është rësia e xhenemit? Thot Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, ishim duke ndejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ndëgjum një zon të trishtueshëm. Tham ja Rasulullah, çka është? Çka ndodhi? Çka ngjall? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një gur që është hudh para 70.000 vjetëve, po tani rrafet në fund të xhenemit. Një gur që është hudh në xhenem para 70.000 vjetëve, tani thot ka rrafet në fund të xhenemit. Këtë hadith e thon Imam Muslimi. Çfarë ngjyre ka xhenemi? A do të ketë dritë? Sepse zjarri i dunjos bën dritë. Flaka e dunjos bën dritë. Jo. Flaka e xhenemit nuk do të bën dritë. Por është errësirë mbi errësirë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që mëson Imam Behekiu dhe As-Sahani, është ndiz xhenemi 1000 vjet derisa është skuq. Është ndez edhe 1 vjet tjera derisa është zbardh, edhe 1000 vjet tjera është ndezur derisa është nzi. Pra, fahia sauda mudhlima, është errësirë e zezë, la tudiu laha ba'd. Nuk bën dritë, nuk bën dritë flaka e zjarrit të xhenemit. Tha ushqimi do të kenë xhenemlit. Pra ushqimi i xhenemit dhe pija e xhenemit do të jetë vetëm një ushqim është në xhenem. Është pema e zakumit. Pema e zakumit që kur ta hanë xhenemlit do të umtohen edhe më shumë, mirë po do të plasin barqër. Po të Allah në Kur'an, Allah të mbërën faqim, shajaratu zakum, pema e zakumit, ta'amul athim, është një ushqim i idh, yaghli fi butun, thot, vlon në barqët e këtë. Pa sa ma shumë do të hajnë, aq ma shumë do të umtohen, edhe do t'ju vlon barqët.
يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان. Allah thot në Kur'an, thot do të mundon ta përbin, ama nuk mund ta përbin, e çon me zor. Kështu janë mtufët, wala yakad yusigu, edhe nuk mund ta çon të poshtë. Mirë po vdekja ju vjen nga çdo anë, po ata nuk vdesin, nuk janë të vdekur. Ju vjen vdekja nga çdo anë, xhenlive, mirë po ata nuk vdesin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur një pikë e pemës së kumit të zbret në këtë dunjë, do të irritonte të gjithë ushqimet e kësaj bote. Një pikë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si do të jetë halli i atyre personave që do ta hajnë. Këtë hadith, do të thonë, janë të mëdhiu në sejbu edhe Ibn Majah. Nërsa pija e xhenet do të jetë të shësirat, të shpërlarat. Do të hajnë, do të pinë likurat që do të digjen, ata do të pinë. Po të Allah në Kur'an, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. E nëse ata kërkojnë diçka të pinë, ata ju japin një ujë që është zjarr, val, kur do t'i afrohen afër gojës, do t'i digjen fytyra. Ata mendojnë se kanë me pi diçka që të freskohen, kur do t'i afrohet afër fytyrës, do t'i digjet e gjithë fytyra. Allahu na ruaj. Çfarë tesha do të kenë banorët e xhenemit? Ata do t'ju priten teshat të zjarrit, teshat të katranit. Po të Allah në Kur'an, سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Ata do të priten teshat prej katran, ndërsa fytyrat tjera do t'i kaplon zjarri i xhenemit. Banorët e xhenemit do të jenë të verbër dhe do të ringjallën para Allah subhanahu wa ta'ala me fytyra për tokë, me fytyrë për tokë. Thotë Allah në Kur'an, wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim. Do të ringjallin banorët e xhenemit në ditën e gjykimit me fytyrë për tokë. Umya wa bukma wa summa. Pra, të verbër, nuk flasin, nuk dëgjojnë, me Allahun xhehenem, bëthërimi i tyre është zjarri i xhenemit. Për Enesit transmetohet se kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë: Ja Rasulullah, si ka mundësi që njeriu të ringjallet në atë ditë me fytyrë për tokë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është ai i cili ja mundsoi njeriu të ecë në dunjë me kam, gjithashtu Allahu ja mundsoi pabesimtarit të ringjallet me fytyrë për tokën në gjykimin. Hadithi në të thonë Buhariu edhe Imam Muslimi. Sa janë të mëdhej xhenemlit. Pra, dhëmballi i xhenemliut është sikurse kodra e Uhudit. Domethënë kafsha e xhenemliut është sikurse një kodër që quhet Beda. Është një kodër e madhe që quhet Beda. Ndërsa vendi që ka me zonë xhenemliu është sa ka distancë prej Mekës deri në Medinë. 450 km. Por arsye se ta shijon dënimin e Allah. Pra kështu ka me qenë i madh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhëmballi i qafirit është sikurse kodra e Uhudit, koma e qafirit është sikurse ajo kodra e Beda, ndërsa vendi ku qëndron është sa prej Mekë deri në Medinë. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, ndërsa teksti i hadithit është te Muslimi. Sa do të jetë dënimi më i vogël? Dënimi më i vogël do të jetë do të vishen xhenemliut në alla të zjarta, do t'i vlojnë trup. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna adna ahla an-nar 'adhaban alladhi lahu na'lan min nar yaghli minhuma dimaghuhu. Do të dënimin më të vogël në zjarrin e xhenemit ta kenë ata persona të cilët do të vishen domethënë me Allah të zjarta e prej zjarmit të madh trut do t'i vlojnë. Pra kjo është dënimi më i vogël i banorit të xhenemit.
kush janë banorët e xhenemit? Banorët e xhenemit janë vëllezër el-mulhidun, ateistët, ata të cilët nuk i besojnë Allahu subhanahu wa taala, nuk i besojnë Allahut i cili ka dhënë argumente të mëdha, argumente që ekzistojnë. Allahu subhanahu ka të shumta, mirë po ata nuk i besojnë Allahu subhanahu wa taala. Kur do të besojnë, kur ta shohin dënimin, atëherë kanë për të besuar. Thot Allahu në Kur'an: la yu'minuna hatta yaraw al-'adhab al-alim. Ata nuk besojnë derisa kur ta shohin dënimin e madh. Ta shohin dënimin, atëherë kanë besuar. Mirë po ata nuk besojnë, thotë nuk ka Zot. Dhe banorët e xhenemit janë vëllezër el-mushrikun. Ata që i kanë bërë Allahu subhanahu wa taala shok. Ata që kanë adhuruar me Allahun dikën tjetër. Ata që i lusin me Allahun dikën tjetër. Ata që respektojnë më shumë se Allahun dikën tjetër. Pra këta mushrikun do të jenë në zjarr të xhenemit. Thot Allahu në Kur'an: a'udhu billahi minash rajim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Ka disa njerëz që marrin për zotna disa zota tjerë, edhe i duan ata ashtu siç duhet mu dashur Allah subhanahu wa taala. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ndërsa besimtarët e duan më së shumti Allah subhanahu wa taala. Besimtarët e duan Allahun më së tepër. Ka të njerëzit që ka marrin zotra edhe i duan ata më shumë se Allah. E këta që i bëjnë shirk Allah subhanahu wa taala do të jenë banorë të xhenemit. Thot Allah në Kur'an: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ai cili i bën shok Allah subhanahu wa taala, Allahu ja ka bë haram xhenetin. Wa ma'wahum an-nar. Edhe do ta futë Allah subhanahu wa taala zjarr. وما للظالمين من أنصار. Zullumqtarët nuk kanë për të shpëtuar. Ose në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala do t'ju thotë njerëzve, le të shkon çdo njeri mas Zotit të vet që e ka adhuru në dunjë. Edhe çdo kush do shkon mas Zotit të vet. Dikush do shkon mas diellit, se ka adhuru diellin. Ai që ka adhuru honën mas honës, se dielli dhe hona të janë në xhenem. Ai që ka adhuru kryqit mas kryqit. Çdo kush ka me shku mas Zotit të vet, e ata kanë me shku në xhenem, do të mbet vetëm se besimtarët edhe munafiqët. Pastaj Allah subhanahu wa taala do ta zbulon komën e tij, edhe do t'i urdhnon që të binë në sejdë. Të gjithë kanë bërë në sejdë, disa njerëz nuk kanë mundësi më. Ata që kanë rënë në dunjë, që kanë lutur Allahun subhanahu wa taala, kanë bërë në sejdë Allahut, ndërsa munafiqat, dyftërshat kanë bërë për shpinës. Qoftë Allahu Kur'an: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعدت الله سبحانه وتعالى do ta zbulon sakun, edhe do t'i urdhnon që t'i binë sejdë Allahut, mirë po disa njerëz nuk do të kenë mundësi t'i binë Allahut sejdë, kanë mëra për shpinës. Gjithashtu vëllezër, ata të cilët do të jenë banorë të xhenemit janë edhe kriminalët. Zullumqtarët që kanë bërë zullum, që kanë bërë padrejtësi, që kanë mbyt njerëzi. Thotë Allah në Kur'an duke përshkruar halin e kriminalëve: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Thotë si urtë shihje o Muhammed, zullumqtarët të nëshmuar, të përshërsuar para Allah subhanahu wa taala, edhe thonë: Rabbena absarna, o Zoti jon, na jep të shikojmë. Farji'na na'mal salihan, na kthen dunjë që të punojmë punë mira. Inna muqinun, jemi bindur tash. Zullumqtarët, kriminalët kanë thonë: O Zot, na kthen dunjë. Mirë po, atëherë do të ndon. Gjithashtu dhe banorëve të xhenemit do të jenë edhe ata të cilët i kanë lënë urdhat e Allahut mbrapa shpinës. Si kanë praktikuar urdhat e Allahut, harameve i kanë bërë, gjunat i kanë bërë, që Allah e ka ndalu, ata i kanë vepruar mëkate. Thotë Allahu në Kur'an:
ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Kur kanë pyet banorët e xhenetit e xhenemit kanë pyet, çka ju pruni juve në Sakar? Në xhenemin më të shtrueshëm, kanë më thonë, lem nakum min musallin, kanë më thonë nëse i fal namazin. Wa lam nakun nut'imu al-miskin. Thot në do të kemi dhënë ushqim miskinave. Wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin. Edhe mi marr me njerëz në punë të kota. Wa kunna nukadhibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin. Edhe kemi përgjigjëstruar ditën e Kiametit derisa na erdhi bindja. Ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë në hadith vërtet, men hafaza ala salawati kana lahu nurun yawm al-qiyamah. Kush kujdeset për namazin do të ketë dritë në gjykimin. Wa najat, shpëtim, wa burhan, edhe argument për Allah subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafiz alayha, kush nuk kujdeset për namazin, lam yakun lahu nurun, s'ka pas dritë, wala burhanun, as argument për Allahut, wala najatun, as shpëtim në gjykimin. Edhe ka me qenë me njerëz më të këqij, me Firaunin, me Qarunin, me Hamanin dhe me Ubej ibn Khalid. Pra, këta janë vëllezër banorët e xhenemit, Allahu na ruaj të mos na bëjë të banorët e xhenemit. Thonë, si të shpëtojmë prej zjarrit të xhenemit. E para pikë vëllezër është ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Të njohim cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Të njohim emrat e Allahut subhanahu wa taala. Të njohim Allahun më së miri që ta duam më së shumti ta respektojmë më së shumti. Thot njëri prej selefit, men kana lillahi araf, kana lahu akhfaf. Ai që e njeh Allahun më së shumti, më së miri, ai i friksohet më së shumti Allahut subhanahu wa taala. Të lexojmë për aqide. Të lexojmë usul al-thalatha, tre themele. Kitab at-tauhid, aqida tahawiyya, wasitiyya. Këta shpjegojnë akiden ashtu siç duhet. Ta mësojmë mirë që ta njohim Allahun subhanahu wa taala, atëherë do të friksohemi te Allahu subhanahu wa taala më së shumti. Çështja e ditë vëllezër për të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit është të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala me një pendim të sinqert. Sepse pendimi është një stacion, stacioneve të pastrimit të ahiretit. Njeri du të pastru me pendim, mos ta bjen punën që të pastrohet me dënim të varrit apo me dënim të xhenemit. Pra pendimi është një pastrim, e pastron besimtarin edhe është i lehtë. Pra çdo sen çka me ato është më i vështirë. Pra prandaj që të pendohem sinqerisht që Allahu të na falë dita me katër të Allahut në Kur'an. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O i besimtarë që keni besuar, pendoni tek Allahu me një pendim të sinqert. Thot Ibn Kathiri, at-tawba nasuh an tabghud al-dhanb kama ahbabtahu. Ç'është tawba nasuh? Pendimi i sinqert? Ka thonë, ta uresh mëkatin sikur që e dashte, wa tastaghfir minhu kullama dhakartahu. Sa që të kujtohet mëkati, pendohesh për atë mëkat. Ndërsa Omer radiallahu anhu ka thonë, an yatuba ar-rajul min al-amal as-sayyi. Pra të pendohet për mëkatin që ka bërë, thumma la ya'udu ilayhi abadan. Pastaj mos të kthehet asnjëherë në atë mëkat. Kjo është vetëm pendimi i sinqert. Të disa njerëz pendohen me bëkan pendim të rreshtë. Ata pendohen me gojë, mirë po në zemrën e tyre thënë, ai s'u vjen shansa, prap ka me bëkat mëkat. Kjo nuk është pendim i sinqert. Kjo është pendim i rreshtë. Pendimi i sinqert është ta lësh mëkatin, të vjen e keq për mëkatin që ke bërë, mos ta dush, të vjen keq, mos ta dush mëkatin, edhe treta është të vendosish që kur mos të kthehesh në atë mëkat. Edhe katërta, nëse ke bërë në një padrejtësi, shkosh të bësh hallëk ose t'ja kthesh borxhin që ke marrë kur. Çështja e tretë vëllezër për të shpëtuar në zjarrin e xhenemit është ta llogaritim vetveten. Çdo natë, para se të bëjmë flet, nëse ke bërë mëkate, të pendohem. Të llogaritim, a kemi fituar sot, a kemi humbur. A kemi bërë punë të mira, a kemi bërë punë të këqija. Nëse kemi bërë punë të mira, falënderoj Allahun, se kjo është një vend i Allahut.
Nëse ke bërë këshia, pendohu para se të vish me fletë. Se nëse vdes, shkon i penduar tek Allahu. Nëse jeton i lumtur, jeton i penduar. Prandaj Omer radiallahu ka thonë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogaritni vetveten para se të llogariteni para Allahu subhanahu wa taala. "Wazinu a'malakum qabla an tuzanu." Pra peshoni veprat tuaja para se të peshohen në ditën e gjykimit. Vepra e katërt vëllezër shpëton prej xhenemit është punë të mira. Dhe punë të mira vëllezër është at-taqwa Allah wa husnul khuluq. Frika prej Allahu subhanahu wa taala edhe sjellja e mirë. Pra këto do të peshojnë më së shumti në peshore në ditën e gjykimit. Këto vepra më së shumti kanë me shpëtu edhe më së shumti kanë me qenë në xhenet janë ata që i frikësojnë Allah më së shumti edhe kanë sjellje të mirë me besimtarët. Ka thënë Allah në Kur'an: "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Ati që në peshorja, ai do të jetë në jetë të këndshme. "Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya." Ati që pakohet peshorja, ai do të futet në hawiye. Nësa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë pyet se cila vepër më së shumti rëndon në peshorën e gjykimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-taqwa Allah wa husnul khuluq." Frika prej Allahut edhe sjellja e mirë. Të bëjmë sa më shumë vepra të mira, të sjellë mirë sa më shumë me musliman, edhe të kemi frikë Allahu subhanahu wa taala në çdo hap, në çdo vepër. Çështja e pesë dhe për të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit është al-mujahada, do të thotë me sakrifiku për këtë din. Pasi që të pendohesh, të llogaritësh vetveten. Dhe punë të mira, atëherë të mundohesh që të sakrifikosh që edhe tjerët t'i shpëtosh prej zjarrit të xhenemit. Të bësh ti sebeb. Sepse nëse ti bësh sebeb për një njeri, është më mirë për ti sa të dhon këtë botën edhe çka kanë atë. Pra jo vesh vetë me në xhenet, edhe me shpëtu për xhenemit, por më mundu që të sakrifikosh që edhe tjerët ti afrosh edhe bësh sebeb ti për tjerë që të hinë në xhenet. Thotë Allahu në Kur'an: "A'udhu billahi minash rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا." Ata të cilët sakrifikojnë rrugës tonë, ne thot do t'i udhëzojmë rrugës për të ne. Çfarë do? Allahu nuk i bën padrejti asnjë. Ata që sakrifikojnë, thot ne thot kemi me udhëzu rrugës për të ne. Kemi me udhëzu rrugën e drejtë. Ata që janë sinqert, Allahu ka për t'i udhëzu, ka për t'i drejtu. وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allahu është në krahun e besimtarëve, në krahun e banorëve. Ajo është të sakrifikojmë aq sa kemi mundësi, e pastaj Allahu padyshim se edhe ne forcon komët, edhe do të na jep rezultat. Se Allahu thon: "In tansurullaha yansurkum." Nëse ju ndihmoni Allahut, a ka Allahu nevojë me ndihmën? Allah nuk ka nevojë për neve, për ndihmën tonë. Por qëllimi është nëse ju ndihmoni fesë Allahut, nëse ju mundoheni pak, yansurkum për mirën tonë, Allah ju ndihmon juve. Ju thebet e qdamekum, edhe ja forcon kombët në këtë rrugë. Edhe ja forcon kombët në momentin e vdekjes, ja forcon kombët në sirat. Kushta, kur ndihmon fesë Allahut, Allahu ka më ndihmuar. Allah bin Amir sallallahu alaihi wasallam: "Hujibat an-nar bi-shahawat." Është mbush zjarmi me epshe. "Wa hujibat al-jannatu bil-makarih." Mbush xheneti me sprova. Pra, besimtari ndave, besimtari në rrugën e Allahut do të ketë sprova, mirë po me të sprovat do të mbushet xheneti. Këtë hadith transmeton Imam Muslimi. Çështja e gjashtë vëllezër për të shpëtuar prej zjarmit të xhenemit është kujdesesh për gjimtyrët edhe për shqisat, sepse për çdo sen do të pyetemi para Allahu subhanahu wa taala që mos shkojmë në haram. Thotë Allahu në Kur'an: "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Po me të vërtetë ndëgjimi, shiqimi edhe zemra, këto thot kanë më pyet para Allah. Do të pyetemi për shiqimin, për ndëgjimin edhe për zemrën para Allahut. Ndalim Allahu do të na pyet për këta gjëra. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith:
men yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi damantu lahu al-janna. Kush mi garanton dy gjëra? Ja garanton xhenetin. Atë që është ndërmjet dy dhomëve, edhe ndërmjet dy këmbëve, po të pa të arrujmë gjuhën, të arrujmë organin, pa Allah subhanahu wa taala do të na fut në xhenet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili garanton. Këtë hadith e transmeton Imam al-Bukhari. Ndërsa Ukbe ibn Amir thot e ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse derti i sahabëve që ka qenë, derti i sahabëve ka qenë si me shpëtu në zjarët të xhenemit, të fitoj xhenetit. Ky ka qenë derti kryesor i sahabëve radiallahu anhu. E kanë pyet, ja Rasulullah, men najat. Këto pyetje ka më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka qenë derti kryesor? S'ka pas dert dunjallëkin. Si me shpëtu prej zjarëve të xhenemit? Faqala imsik alayka lisanak, ruaj gjuhën. Wal yasaka baytak, rin shpitande. Wabki ala khatiyatik, edhe qaj për mëkatet tuaja. Nëse don të shpëtosh prej zjarrit të xhenemit. Pika e 7 vëllazër për të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit është të kapemi për Kur'anin, të lidhemi për Kur'anin, t'ja bëjmë një kohë Kur'anit, një orë, mas pak t'ja bëjmë një orë, t'ja kushtojmë Kur'anit, ta mësojmë, ta lexojmë për të ditë. Se ka pas sahabë që kanë lexuar ka 10 orë, ka 12 orë kanë lexuar Kur'an, nuk kanë ngi. Mirë për ne, në këtë kohë, vetëm një orë t'ja kushtojmë Kur'anit, ta mësojmë, ta lexojmë, sepse Kur'ani është fjalë e Allahut, do të ndërmjetëson në ditën e gjykimit. Këta ishte ato pika, domethënë ka shumë tjera domethënë që të shpëtojmë prej zjarrit të xhenemit. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na shpëton prej zjarrit të xhenemit. Të na fut në xhenet me pejgamber lart, me shahida, me njerëz të mirë, dhe sa shoqëni e mirë këta, wa akhiru dawana.